Prandaj në fund desha të them lavdi e përjetshme rështerit Afrim Bunjaku, tani më heroi i Kosovës. Diku rreth orës 2:40, 2:35-40 ato. Rështeri i ndjeri Afrimi na ka njoftuar se do të përgatitemi dhe të shkojmë në fshatin Bojnsk, ku kishte informat se një njësit që kishte në vend gjarjes, një në shë, apo kanë njoftuar që është blokuar rruga ura hyrëse për në fshat nga 2 kamion dhe jemi nisur drejtim të fshatit Bojnsk. Dhe kemi filluar të pozicionohemi dhe ende pa u pozicionuar mirë, ka shpërthyer një detonim i fuqishëm dhe nga i detonim aq i fuqishëm më duket se jam ngritur nga toka. Dhe normal na ka humbë balancimi. Ne jemi kanë të kujdesshëm. Edhe në atë gjendje të rëndë jemi munduar që ta menaxhojmë situatën. Në momentin që kena arrit me largu rështerin, është shfrytzu situata dhe jënë afru, kanë gjuhë granatën e dorës, dyshoj granatën e dorës, dhe pa u ndërprej zhurma e detonimit, kanë fillu shtëna nga vendet e ndryshme të fshatit Bojnsk. 30 sekunda. Pas 30 sekunda? Kam kaluar te kamioni i dytë mrapa, që ishte dëmuna i ka qenë ma për mas, se kuj pari, dhe ato e kom vrejt dikun rreth 1 metër e gjysë ka qenë një kolegi i shtrirë. E kom thirë polic, koleg, por nuk është përgjishë, s'ka lëviz, atëherë jë më afru shumë shpejt, e ka pos dorën e majtë, kështu ka qenë një krysur, e kom kop dorën, atëherë e kom vrejt që është rështeri, e kom vendos dorën e djathtë në qafë për njëherë, me shqu se ako puls, por për shkak gjutje, krizma, nuk ka mund me kuptu. Të shtënat kanë ardhur, po thuaj se ma shumë se 20 vendeve, nga shte me mendu se ka qenë një grup mirë i organizum, mirë i trajnum, dhe shumë mirë i pajisur me armatim, gjë që në ka bo me kuptu se ky grup terrorist është mbështetur nga struktura shtetërore dhe i ushtruar nga grupet para ushtarake të Serbisë. Ndërsa sa i përket numrit, nuk jam i saktë me thonë, po mundet me qenë dikun rreth 50 persona që ka qenë. Mbrapa këtij grupit terrorist, mendoj që ka qenë një njeri me epitetet ta, që ka epitet të ta. Epitet të këta. Dhe këj mendoj që edhe për mes medjave kemi kuptu se organizatori edhe bashkëpjesëmarrësi i këtij rasti ka qenë Milan Radojčić.